pajtohem, qëllimet e PDK-s dhe partive opozitare janë që të bllokohet kuvendi me qëllim që të parandalohet formimi i qeverisë kurti. E dyta, duhet ju rikujtoj që këtu po flitet sot ishte në votim procedura për administrimin e votës së fshehtë, nuk ishte votimi për një kandidat. E treta, ne dëgjojmë shumë deklaratat e opozitës, po duhet ju rikujtoj që në lidhje me këto dilemat e tyre për zonën Albulena Agjiu, ka shumë deputet këtu të opozitës që nuk ishin fare dilema kur votuan për Zajednicën, për amnistimin e kriminalëve serb në veri, kur votuan për demarkacionin, kur votuan për gjykatën speciale. Nuk është fare e fshehur kjo punë që edhe deputetët këtu, qoftë individualisht ose me subjekte, janë publike ato që ne po bëjmë përpjekje çfarëdo që po mundemi që ta konstituojmë kuvendin dhe nuk shoh gjë të jashtëzakonshme aty. Sigurisht se këto diskutime mund të bëhen edhe do të bëhen në të ardhmen edhe me zotin Limaj. Mirë, por në lidhje me formimin e qeverisë pastaj, e cila fazë unë mendoj vjen pas konstituimit të kuvendit, unë besoj që është plotësisht legjitime që diskutohet i takon kryeministit Kurti që të gjejë forma dhe partneritete për krijimin e qeverisë përmes kompromiseve dhe koncesioneve.